Kush po e ushin radikalizmin fetar në hapësirën shqiptare? Nga Shqipëria në Kosovë, nga Maqedonia e Veriut në Malë të Zi, pyetja nuk është më nëse ekziston rreziku, por pse shtetet shqiptare dhe elitat politike kanë zgjedhur për kaq gjatë të mos e shohin për masën e tij. Shfurja radikale nuk bie nga qielli. Ajo ushqehet aty ku shteti tërhiqet, ku varfëria sociale lihet në dorë të rrjeteve ideologjike, ku institucionet flen, ku predikimi i huaj depërton pa filtr, ku interneti kthehet në mimber propagande dhe ku identiteti kombëtar lihet pa mbrojtje. Raporte serioze ndërkombëtare për Ballkanin Perëndimor tregojnë se rajoni përballet njëkohësisht me ekstremizëm islamist dhe forma të tjera të ekstremizmit, ndërsa mbi 1.000 persona nga rajoni udhëtuan drejt Siri Irakut në vitet 2012-2016, po ashtu dokumentohet se rrjetet online, propaganda, rekrutimi dhe radikalizimi kanë qenë një problem real e i vazhdueshëm. Në rastin e Kosovës dhe hapësirës përreth saj, studime të hershme, por me peshë, kanë ngritur alarmin se për vite me radhë kanë vepruar rrjete të huaja të financuara nga jashtë, të lidhura me përhapjen e një islami ultrakonservator me agjendë politike, veçanërisht në zona të ndjeshme sociale. Një raport i USIP thekson se për më shumë se 15 vjet kanë qenë aktive përpjekje të synuara radikalizimi e rekrutimi nga rrjete ekstremiste të financuara nga jashtë, sidomos në jug të Kosovës dhe veriperëndim të Maqedonisë së Veriut. Një tjetër studim i cituar gjerësisht për Kosovën ka folur edhe për rolin e ojqve fetare të financuara nga Arabia Saudite në promovimin e një doktrine intolerante e përçarëse. Pra, kush e sponsorizon këtë hapje? Jo një dorë e vetme dhe jo gjithmonë në mënyrë të drejtë për drejtë. Sipas kërkimeve dhe raporteve të disponueshme, tabloja përfshin një përzierje aktorësh, rrjete fetare të financuara nga jashtë, shoqata e fondacione me transparencë të dobët, predikues të trajnuar në lindjen e mesme, platforma online propagande, si edhe boshllëqe shtetërore që u lën terrenin të lirë. Një raport i vitit 2025 mbi financimin e ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor e trajton pikërisht këtë gjurmë parash dhe e përshkruan problemin si të lidhur me mekanizma financiar kompleks, jo me një burim të vetëm. Rreziku nuk është vetëm fetar. Është kombëtar, kulturor dhe strategjik. Kur brezave u zëvendësohet historia me indoktrinim, kur Skënderbeu zëvendësohet me propagandë sektare, kur shqiptaria paraqitet si diçka dytësore përballë importit ideologjik, atëherë nuk kemi të bëjmë më vetëm me debat besimi. Kemi të bëjmë me një përplasje për vetë boshtin identitar të shqiptarëve. Dhe aty ku do bësohet identiteti kombëtar, do bësohet edhe aftësia për të mbrojtur interesin kombëtar, kohezionin shoqëror dhe vetë hapësirën shqiptare. Kjo pjesë është një përfundim analitik mbi bazën e prirjeve të dokumentuara për radikalizim, rekrutim dhe përçarje sociale në rajon. Faji nuk është i fesë së besimtarëve të zakonshëm. Faji është i atyre që kanë lejuar depërtimin e ideologjive përçarëse nën maskën e bamirësisë, moralit, edukimit fetar apo ndihmës sociale. Faji është i politikës që hesht, i institucioneve që reagojnë me vonesë dhe i elitave që kanë frikë ta thonë trosh se Ballkani shqiptar është vënë prej vitesh në presionin e influencave që nuk synojnë vetëm shpirtin e besimtarit, por edhe mendjen e qytetarit dhe kujtesën e kombit. Koha e heshtjes ka mbaruar. Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi duhet të hapin syt, të hetojnë financimet, të kontrollojnë rrjetet informale, të monitorojnë propagandën online dhe të mbrojnë me serios identitetin kombëtar shqiptar. Sepse kur shteti vonon, radikalizmi avancon. Dhe kur kombi fle, të tjerët punojnë për ta zhbërë nga brenda.